Sot kemi doppio eliminim. Kujti pasi. Dhe kush mendoni se është banori i dytë që ikën? Domethënë unë nuk e mendoja kurrë që do ikte Juela, sepse e konsiderohet fort, paktën konsiderohet që do ikte Çtuna. Pra, jam midis e disës. Pra Juela mendon që kjo do jetë një trampolinë e mirë për një karrierë të madhe në Shqipëri, të bëhet e njohur në Shqipëri dhe të këndoj në Sanremo dhe përfaqësoj Shqipërinë. Juel, më gjithë dashamirësinë se unë kam qenë nga pak njerëzit që të kam mbështetur dhe këtë ta dish gjithmonë. Nëse të thonë Niko të ka bërë meme, whatever. Girl, I don't know, unë do doja shumë të të dëgjoja të këndoje, po nuk e di nëse shqiptarët do duan pas gjithë këtyre polemikave që ke bërë me Rogertin. Pysh, po fol, kur nuk den zen. Na gjithë kena më përmen. Unë kom lind, nuk kom problem. Na të Viktorit Zoti, hajde, takona. Allah në paq u thashëm në. Viktorit Zoti u shpirt, hajde. Kujdes derën, hajde. Kur dush kalo, hajde. Kujdes, Amir. Respekte, çao, hajde. Okej, girls power. Është momenti për të nxjerr rezultatin e televotimit. E kam humbur. Tani kush ka inat kë? Ka Monika inat Selinin apo Ledioni ka inat Mirin? Nuk kam tentuar as në jetë me dashme ty, se me dashme ty ka sa të dush. Ka sa të dush, të ndjesi një banore o Selin, me dashme unë ka sa të dush për tu. Unë si brigeta nuk do bëhem kur për këtë që e kam marrë Mos u bë merak, unë jam Selin Bollati dhe nuk bëhem si asnjë nga vajza tu me gjithë respektin që kam për gjitha vajza. Edhe uroj që askush nuk bëhet si unë nga këto sepse gjithë secila Merë, është hera parë që po sulet po bëhet kaq personale. Selin karakteri është i lindur. Jo, është hera dytë, faktikisht është bërë dikur me Zhakun dhe Luizin, tani po bëhet me Monikën dhe Selin. Me kë jeni ju, me Monikën apo me Selin? Boni më para. Të të qiva rap, do, dilja se të shkarda e varap. Jash, na vjen si gangët, gangët e TikTokët. Ma mirë pranoj burgu, i them burgu të hapët, kam qim motor në plagim atje gjithë jetën time, dhe i sa të mbing të omomë që kam të më në ani karin me qesh një kot, e mojt vesh, dhe